Këtarë me kanë shkrep shumë durë, i vetëm një dorë. Në kamzën e kësaj shkrepje është shumë dorë njërdisht. Pra ka shumë raste të tilla thonë ju që pres. Shumë raste të tilla që mund ishin vra, për arsye të problemeve që ka forca politike me kryetarin e saj. Padrejtësi dhe varfëri kanë dhënë dhomët dhe krimi këtu i ka rënjët. E ka vrasë sistemi kapitalist. Florian Binaj apo Manastirliu? Po citoj sa vargje të ndjerit Arbenduka, kur ishte ministre Manastirliu, kur ishte ministre, ku thot, është bukuroshe lumën që e kemi, me taj amël në duket në helmi. Është bukuroshe që nderon batanin, në ashtu në reksin me mësunet buhanin, sëtaj. I ka thonë Arbenduka jonë. Që ka me mirë Manastirliu? Po më e mirë është. Ma për vargje shquhet Flori? Për vargje, Flori shquhet? O, shquhet për vargje, si di vargje e Flori, por di vargje e Arbenduka, se Flori nuk i di. Mu që ka thonë Arbenduka, thash. I ndjeri Arbenduka ka vdekur e poeti. Pra ju thoni që ministrinë ajo ka mbajtur shumë mirë? Jo, shumë mirë, jo, i ka ca shethema, ca, dhe me thanë, thanje urbane. Janë ca thanje që ne nuk i di. Kush janë këto thanje urbane? Po janë ca shetheme që korupcione këto gjane. Pse nuk mendojnë që Florian Binaj mund të jetë më i miri për Tiranën se sa? Po, ai si e ka emrin ky? Florian Binaj. Florian Binaj, so e kum pa në televizorët, ai është më i mirë faktikisht si njeri. Por ai garon, dhe me thonë, e mbështet një forcë politike e cila ka në krye një njeri që është diskreditu si njeri. Në krye kësaj force politike, ku kërkon mu mbështet ai, është forcë politike e diskreditume, për arsye të kryetarit saj. Se kryetari saj është Nëngrada, po Nëngrada e ka bo Amerika, po Nëngrada të tjetë këtu, se këtu i ka bo ato budullikit. Pra ju po thoni që edhe si personalitet ai është djegur? Personalitet është shkëlqyrën. Jo, po flas me këtë kandidimin e ri si kryetar bashkie tani. Mirë se Manastirliu. Unë të thash se si ishte Manastirliu. Dhe më thonë cilësohet si vajzë e bukur, si femër e bukur. Por ai është më i mirë si njeri, por mbështetet nga një forcë politike e cila në krye ka një njeri që nuk e lën atë forcë politike me. Apo e djeg si personalitet kjo forca politike këtë si? Politike do ta djegë atë. Është e sigurt. Kë duhet kishte kandiduar kë? Me këtë kishte kandiduar, s'ka me ko kandidon ajo, asnjë, absolutisht jo, për arsye të problemeve që ka forca politike me kryetarin e saj, i cili rrin krye të kësaj partie, kësaj force politike ka 30 vjet. Edhe në krye të kësaj force politike ka unë njëri që ka qenë tradhtari i kombit shqiptar, Ramiz Alia. Berishën. Tradhtari i kombit shqiptar, pavarësisht se mund të thotë në njëri ka qenë njëri i mirë sepse na kaloi nga socializmi në kapitalizëm. Por nga socializmi në kapitalizëm ne kishim kaluar edhe më përpara dhe se më vonë ose në mënyrë dhe forma më. Kjo kalimi nga kapitalizmi në socializëm është e mirë apo e keqe për popullin? Për popullin ishte e mirë në ato kushte që u krijuan në socializëm. Por faktikisht u bë më keq se në socializëm. Më keq, dhe më thënë që rasti i parë në botë që një kryetar gjyqi vritet në një gjyqtar vritet në krye detyrës, vritet me sallë gjyqit. Kjo s'ka bo vaki në asnjë vend të botës. Janë vra rrugë ose diku tjetër, por në sallë gjyqit është hera e parë që bën vaki në kombin shqiptar. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi? Ndodhi sepse tu ka padrejtësi. Pra ishte ai rasti që ka thonë ai Lorenz Vangeli në gazetë, ke një gazetë sot, që thot këtar me kanë shkrep shumë durë, i vetëm një dorë. Në kamzën e kësaj shkrepje është shumë dorë njërdisht. Pra ka shumë raste të tilla thonë ju që pres. Shumë raste të tilla që mund ishin vra. Për arsye se këto kanë bërë padrejtësi. Po padrejtësitë këtu gëne kanë zjerë dhëmbët. Edhe krimi këtu i ka rënjët. Krimi i ka rënjët këtu, ke padrejtësit. Pra padrejtësit kanë zjerë dhëmbët. Padrejtësit dhe varfërit kanë zjerë dhëmbët. Dhe krimi këtu i ka rënjët. Këtu i ka rënjët krimi, ke padrejtësit. Kush e vrau gjyqtari? Si? Kush e vrau gjyqtari? Gjyqtari e vrau ai si kishte e shkëmbja ai. Pra e vrau
sistemi, politika apo drejtësia? Politika e ka vrasë sistemi kapitalist. Pra sistemi kapitalist me ne është i dështu, në komi shqiptar është i dështu deri tani. Në bëhet ai ka hec, se me kapitalist ka mund komunizmin, sepse o bon social. Kapitalizmin bëhet e bon social dhe e ka mund komunizmin, po mod ishte bon social e kështë mund komunizmin. Edhe nëse kapitalizmi vepron gjithë botën si ka vepruar këna, bie kapitalizmi. Fiton komunizmi. A jemi në komunizëm tani? Jo simin komunizëm. As në kapitalizëm jo. Ku jemi? Në anarki. 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 Si në kapitalizëm, në socializëm. Se pronën që vritet ai gjyqtari aty, kanë hyrë njerëzit në godinë. Aty godinën e ka pasbon komunizmi, shteti ka pasbon një pronë private, faktikisht. Pronë ka qenë e këtij. Mirë po këtë thonë ka pas dokumente falsifikume që ka qenë pronë shtetërore. Bashkia kur ka ngërku këtë me privatizu banesat të 30 familje, kjo bashkia s'ka pranu me privatizu, ka thonë se është tokë pronari. Edhe kjo një gjyq ka 30 vjetë, kjo që ka vra sa ka pas lindë. Dhe me thonë gjyq i ka vdek që ka hap gjyq me. Ka 30 vjetë se bua gjyq, edhe gjyq i maraja ditë, kur lyti kjo. A ka mbaruar gjyqi thua? Ka mbaruar gjyqi? Po gjyqi ka mbaruar, ato 6 minuta është e maj sansën gjyqëra e ditë. Për 6 minuta ka dhënë vendimin, se i ka pregadit vendimin. Për 6 minuta ka dhënë vendimin, ka thonë e ka fitu ato familje që në godinë. Ky ka nxjerrë biseletën e ka pra. Si e vlerësoni ju këtë fakt, këtë veprim? Po veprimi është i rëndë, domethënë unë më vjen keq që aty domethënë ka shu një familje jo, por ai ka pas një familje dhe është shumë e rëndë. Por këto fa i shtetit, e sigurisë. Unë kom hyrë disa herë në gjykatë të apelit edhe unë si person, kom pas një gjyq, edhe s'm ka kontrollu kush, kom pas thikë me veten në xhep, edhe ka bo piu ajo, aparati s'm ka kontrollu kush hiç. Keni pas rast konkret ju që keni hyrë në gjykatë? Ata që kom pas metal në xhep. Po. Thikë vogël. Metal që edhe arma metal është. Pikën e vani besoj për qurar moll. Po për qurar moll, po thikë më është njëri në xhep. Sot se kam po ditë tjera e maj. Po. E mban me vete. E maj me vete. Kemi kujdes kur të dalim herë tjetër këto. Po mund të kem edhe tokës rripi unë që mund të ketë metal. Ose mund të ketë thuma pusë. Që pi banda aty s'm kontrolloj kush. Po kur të hysh në sallë gjyqit, në fakt të kontrolloj me durën. Fusi durët. Të fusi durët që kena i gjanë të madhe të hekur trashe të shqipë për thika je. Pra këtu ka ra edhe shteti. Ai ka shtim kapitalizmin, ka shtim sistemin. Ai ka gjyqësin, ka vra sistemin, ka vra atë. S'ka pas punë më atë, s'ka pas gjak më atë. Po familjarët e tij mbrapa, të cilët mendojnë dhe thonë që edhe nëse gjykata jep vendim për djalin që e ka vrarë, do ketë po të njëjtën kundërpërgjigje. Pra, si fis ata nuk sprapsen. Po nuk sprapsen se tash fillo gjakmorrja. Shko zinxhir kjo punë. Edhe këtë gjakmorrje ka mirë kapitalizmi, se në socializëm ka pas rëndero. Ai i thoshin diktaturë ato. Kto i thonë sot e kritikojnë si diktaturë, po diktatura është ligj. Diktaturë do të thotë ligj. Pra, më mirë gjakmarrjen diktaturë thoni apo këtu? Shtet ligjor ai ishte shtet ligjor. Ky s'është shtet ligjor, thonë shtet ligjor, shteti i drejtës. Si thon shteti i drejtës ti kur ti të vret atë gjyqtarin në sallë gjyqi. Shteti i drejtës, e kanë gjutin propagandë që thotë, shteti i drejtës. Edhe asaj thon diktaturë. Si ishte diktatura ajo? Ai ishte shtet ligjor, çai ishte shtet ligjor. Ai ishte shtet, tu s'ka shtet. Qeveri, po qeveri kot kukull. Ishte gjakmarrje në kohën e komunizmit? Ishte gjakmarrje, ishte ran zero. Pas fillimisht, po. Tashin zero se ishte diktatura, ishte ligji, ishte shtet ligjor. Ai s'modë ngrihet se vriste dikë. Ai s'bodë s'kishte korrupsion aty. S'merrte parë gjyqtari. Ai merrte vendim mbas ligjit. Duke qenë se të gjitha këto tokat Pra ne thamë se në kishin socializëm. Jo, në kohën e komunizmit tokat gjitha ishin bashkë, tufëzimi, kaluan të shtetit, gjitha atëherë s'ka pas ngatres. Po s'kishte xhelozi, se pronë as kishte pronë, as kishte pronë. Nëse dikush zihesh në kafë. Makina, s'kishte makinë. Tash ai ka makinë 100.000 euro, unë s'kam një karrocë. S'kam një gomar. Jo, si funksionon dhe ligji në atë kohë? Për shembull, nëse ti në rrugë zihesh, pse mpe? Po e fuskot. Ziheshen dhe dikë dhe e vrisje. Si funksionon? Nëse vrisje ti. Nëse vrisi një aty në kushte flagrance, shteti nuk dënohet me vdekje. Në rrethona domethënë gjakdësie. Nëse në rrethona domethënë mate kujtosen në rrethona që me dashje ose me paramendim, atëherë dënohet me vdekje.
ka pas rast në rrethin tim që një ushtar ishte shoqëruesi i Ministrisë Mbrojtjes, Beqir Valloku në kohë, në dur gjykatës ka vra një të pandehur. Ishte i lidhur ai, gjykata kishte zbrit për makinat e morr to hesëm kam, edhe ky ka shku, ky ushtari ishte me automatik në kraha, edhe ka gjuj pandehurin, që kishin 2 policë nërmjet me hekra, e ka vra. Ka tentu një policë me nxjerr pistolet, një ka thënë kujtore gjyqit mos, ka thënë se na vrapë gjithë. Se ishte me automatik ky, që ti vra gjithë. Se ky ka ra barkës pasi, ky ushtari. Ishte ushtari shoqëruesi i Ministrisë Mbrojtjes. Kështar me lek, që gjithë motrën vraj, kishin vrat motrën. Edhe ky ishte, ja kështë vra virri, baba i dhantrit. Edhe ky ishte në hekura. Ai, po të vetën gjyq, dhe të fliste, dhe të thoshe që reja ime ka gjënë një moraliste, për ne e këmë vra, e kështë prem spate, motrën e një. Edhe ky e vrau, u dënu me 18 vjetë burg. 22 vjetë. Vazhdoj gjakmarrja pastaj? Jo, absolutisht, s'kishtë gjakmarrja, se e merë të hakun qeveria. Kishte laj. I dënu në dollar, se kishte djeni, kishte pa djeni, edhe ai 18 burg, janë 25 vjetë burg.